Unë mendoj që veprimi që është ndërmarrë nga ana e nivelit politik në Republikën e Kosovës është një vendim i cili në kohë jemi vetë të vonuar. Për arsye se kjo çështje do duhet të ishte përfunduar që në 2023-ën, që nga përfundimi i sulmit terrorist diverzant nga ana e Beogradit zyrtar, sepse është parë qartë atë se do duhet kemi një ndryshim të arkitekturës së sigurisë dhe në kuadër të saj të kemi edhe një strukturë të re e cila do kishte më ndihmuar jashtëzakonisht shumë barvojt në proceseve të sigurisë kombëtare. Në këtë aspekt, unë mendoj që Gjandarmaria e Kosovës do të ketë një emërtim të ri, por nuk do të pranohet si terminologji Gjandarmari, por si funksioni dhe aktiviteti do të jetë i ngjashëm të cilën është paraportë sipas ligjit në fuqi për siguri publike dhe nacionale, por njëkohësisht sipas vendimit nga ana e Ministrit të Punëve të Brendshme. Kosova vetë tani më ka përmbyllur në aspektet të saj arkitekturën e sigurisë, sa përket krijimit të njësive relevant në brenda policisë së Kosovës, por njëkohësisht ne kemi në stazhin final në përmbylljen e fazës së transformimit të FSK-s në forcat armatosura, unë mendoj se tani më është koha më optimale, më e duhura që ne të kemi një strukturë të tillë, e cila do kishte më qenë si një sinergji e këto dy mekanizmat më hershëm, por që në asnjë rrethon nuk do kishte më minimizu punën dhe funksionin e policisë së Kosovës apo ndoshta edhe të ushtrisë së Kosovës, më qenë se tani më koncepti do të jetë në formatin të cilën e ka shteti i Turqisë. Sipas gjitha gjasa do të jetë një ndihmës i jashtëzakonshëm për policinë e Kosovës, sepse deri më tani ishte përgjegjës për pjesën e brezit kufitar me shtetet fëmijë, do të kishte me patën një minimizim të aktiviteteve të përgjithshme policore, sepse do kishte mi kalu barra dhe përgjegjësia Gjandarmarisë së Kosovës dhe njëkohësisht aksesi në mjetet ushtarake. Për të përmbyllur misionin dhe mandatin do kishte më qenë tetë rëndësishme duke mos ekspozuar ushtrinë e Kosovës në ndonjë aktivitet kërcënues që mund të vihet, që me të cilën do kishte mund të menaxhoj Gjandarmaria e Kosovës. Unë po besoj dhe përshpresoj që në një periudhë kohore afro 18 muajsh, që nga dita e nënshkrimit të vendimit nga ana e Ministrit të Punëve të Brendshme, ne do kemi strukturën e parë komanduese dhe udhëheqëse të kësaj strukture. Janë konturat politike dhe ndryshimet e të cilën gjendet Republika e Kosovës në atë periudhë kohore, por njëkohësisht edhe ndryshimet e cilën ndoshta pritën sipas planeve të përcaktuara më hershme në aspektin e sigurisë kombëtare.